Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jasti t'i hiqni kallot nga këmbët brenda një nate të vetme, rezultati do ju lër pa fjalë. Këmbët me kallo dhe të plasaritura nuk duken as pak bukur, por përveç kësaj ato mund të shkaktojnë infeksion dhe dhimbje të mëdha. Lëkura nën këmbë është natyrisht e thatë dhe jo si lëkura në pjesën tjetër të trupit. Ekzistojnë një sër faktorësh të cilën ndikojnë në plasaritjen e këmbëve dhe daljen e kallove. Disa prej tyre mund të jenë lagështira, veshja e këpucëve të papërshtatshme, ecja zbathur e të tjerë. Megjithatë, ekzistojnë disa mënyra të cilat e bëjnë lëkurën e këmbëve më të shëndetshme. Lani këmbët tuaja me ujë të vakët, shtoni një lugë sodë ose krip derisa lëkura juaj të zbutet. Me anë të një sfungjeri të fortë apo të një mjeti të përshtatshëm, hiqeni lëkurën në rreth zonës së thembrave. Kjo nuk do të shkaktojë dhimbje. Pas kësaj lyeni këmbët me vazelinë, preferohet ajo pa ngjyrues dhe pa aromë. Më pas vishni çorape pambuku dhe përsëriteni këtë mënyrë çdo ditë. Kallot janë një problem shqetësues për shumë njerëz në Shqipëri. Këto shtresa të trasha dhe të forta të lëkurës së vdekur formohen kryesisht në duar dhe në këmbë. Kallot në shputën e këmbës janë më të mëdha dhe më të vështira. Kallot ndërmjet gishtave janë më të vogla dhe më të thjeshta për tu menaxhuar. Ato marrin ngjyra gri ose të verdhë dhe ngjajnë shumë me një xhungë. Kallot në përgjithësi nuk janë të dëmshme, por ndonjëherë munden që të shkaktojnë infeksione. Kallot në këmbë munden të shkaktojnë shumë vështirësi dhe dhimbje gjatë ecjes. Kallot mund të zhduken lehtë me kurën e duhur, prandaj ne këtu do t'ju sjellim disa prej tyre. Vaj kastori dhe uthull molle. Mbushni një legen me ujë ku keni hedhur pak shampo trupi. Shtoni një filxhan me uthull molle dhe më pas zhyteni këmbët në ujë për të paktën 15 minuta. Kallot mund të zbuten ndjeshëm dhe më pas mundet që t'i fërkoni me vaj kastori. Lëkurat do të largohen dhe do të zbuten pas një trajtimi 10 ditor. Trajtim me vitaminë E ose A. Merrni kapsula me vitamina A ose E dhe fërkojeni kallot me të përpara se ju të bini për të fjetur. Vishni çorape pambuku dhe flini gjumë. Përsëriteni çdo natë derisa xhunga të jetë zhdukur. Limoni. Përpara se të shtriheni për të fjetur, prini lëkurën e limonit dhe vendoseni atë mbi kallot e vogla që formohen në gishta. Mbështilleni në një nap dhe vishni gjithashtu çorape të bardha. Përsëriteni çdo natë derisa kalloja të ikë. Qepa. Merrni një fet qep dhe futeni në një enë qelçi. Mbulojeni atë me uthull molle dhe enën, më pas vendoseni në një vend të ngrohtë. Më pas në mbrëmje qepën vendoseni mbi kallo duke e mbështjellë me një fash që të qëndrojë pa lëvizur teksa ju flini. Përsëriteni këtë rregullisht derisa kalloja juaj të jetë të zbutur mjaftueshëm për t'i hequr plotësisht. Buka. Zhysni një bukë në një enë të mbushur me uthull molle dhe vendoseni mbi kallo duke e mbuluar me fash qese plastike dhe më pas me një çorape. Të nesërmen kalloja do të jetë zhdukur. Aspirina. Pluhurin e 5 aspirinave përzjeni me gjysmë lugë çaj me lëng limoni dhe pak ujë. Vendoseni maskën e krijuar mbi kallo dhe mbështilleni këmbën me një peshqir të ngrohtë dhe qese plastike. Pas 10 minutash ju do të zbuloni se kalloja do të jetë zbutur ndjeshëm. Kallot në këmbë kthehen në një problem shumë shqetësues gjatë stinës së verës dhe nëse ju vuani nga to, ju rekomandohet që të mos vraponi drejt ilaçeve, por të aplikoni një herë përbërësit natyral. Kallot në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë, por të shumta janë edhe ilaçet për to. Ky shqetësim i cili prek si meshkujt ashtu edhe femrat, përveç se shkakton dhimbje, mundet që të jetë i bezdishëm, sidomos në verë,
kur ekspozimi i këmbëve është i pakshmangshëm. Duhet thënë gjithsesi se pa shkuar tek ilaçet natyrale, kallot në këmbë ashtu si dhe myku në to mund të parandalohen. Në këtë kuptim, është e rëndësishme që të gjeni një regjim ushqyerje me bazë frutash dhe perimesh për t'i dhënë në lëkurës tuaj sasinë e duhur të vitaminave, por edhe që të përdorni këpucë të rehatshme. Pra, si fillim, femrave kryesisht u drejtohet një paralajmërim. Nëse dëshironi të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet të zgjidhni ato më të rehatshme në mënyrë që anët e këmbëve të mos ju shtrëngohen. Nëse do të ndaleshim tek ilaçet natyrale për të eliminuar kallo dhe myku në këmbë, nuk do të dinit se cilën të zgjidhni më parë. Janë me të vërtetë të shumta ilaçet e gjyshes të cilat munden që të përdoren në këtë rast. Së pari, një ilaç natyral kundër kallove në këmbë është limoni për t'u aplikuar të paktën gjatë gjithë natën, një fet ose pak limon nga ky frut. Edhe xheli me bazë aloe vera është një zgjidhje e mirë për problemet të cilat shfaqen në këmbë. Ju mund të përgatisni një përzierje me xhelin e 3 deri në 4 gjeteve të aloes me disa pika, vaj, susami dhe atë më pas ta vendosni në pjesët me kallo, duke i vënë një garzë për disa orë. Një ilaç tjetër i vlefshëm dhe natyral kundër kallove është papaja. Lëngu i kësaj frute vepron si një medikament i vërtet për këtë problem. Ai duhet aplikuar te kallot me doza të vogla, maksimumi një gjysmë lugë gjelle. Një tjetër ilaç natyral kundër kallove është tërshëra. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe gjithashtu lyerja e tyre me tërshërë ose miell tërshëre do t'i jap lehtësi këmbëve të prekura nga kallot. Në rast se ju ndodhet në shtëpi, ju mund të përdorni edhe një përbërës tjetër të vlefshëm kundër kallove, bimën ashtë të quajtur edera, bimë zbukuruese në formë dredharake. Gjethet e ederës duhen lënë 12 orë në uthull. Më pas duhen vënë mbi kallot të cilat duhet që t'i lidhni me një fasho të shtrënguar mirë për disa orë. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të trajtuar kallot është trajtimi i tyre me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë ose legen dhe në të hidhni një grusht krip. Rekomandohet që për efekt sa më të mirë të përdorni krip Epsom. Fusni këmbët në legenin me ujë të ngrohtë për 10 minuta dhe më pas merrni një lim për këmbë dhe me të fërkoni pjesën e kallove, duke formuar lëvizje rrethore për disa minuta. Lajni këmbët me ujë të pastër për të hequr qelizat e vdekura dhe siguroni që t'i thani mirë me peshqir. Në fund, mundet të përdorni një krem të trashë në pjesën e themrave për të ruajtur butësinë e këmbës. Soda e bukës vepron si një eksfoliator natyral dhe kristalet që gjenden te soda ndihmojnë në pastrimin e lëkurës së ashpër. Njësoj si në rastin e kripës, ju duhet të merrni një legen me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni 3 lugë gjelle sodë. Vendosni këmbët në të dhe lëreni të veprojnë për 10 minuta. Me ndihmën e një skrabi mund të fërkoni këmbët dhe pjesën e kallos që zbutet. Duhet ta fërkoni me ndihmën e një guri smeril. Pas këtij procesi, fshiheni këmbët mirë me një peshqir të thatë dhe vendosni në to një kremë zbutës. Pra, kundër kallove ka vërtet të zgjedhje natyrale. Nëse ju nuk preferoni këto që ne ju këshilluam, mund t'i drejtoheni medikamenteve dhe produkteve të kozmetikës, të cilat për hir së vërtetës janë të kushtueshme. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.